Në momentin që pate problemin shëndetësor, pate goditjen në zemër, shkove hyre me urgjencë, Zotit shpëtoi edhe shpejtësia jote. Zotin nëpërmjet mjekëve. Nëpërmjet mjekëve. Zotin nëpërmjet mjekëve. Në momentin që mbasi ndodhi kjo, pate në momente pse të punoj kaq shumë, më mirë të rri minjan. Atëherë kam filozofuar shumë. Edhe çfarë ndodhi mas një javë? Edhe për një muaj isha komplet tjetër. Pra, Blen, ti duhet me imagjinosh me ato tubat në gojë që shkonin deri në stomak me gjoksin e hapur që i dilnin ca tubat tjerë, me ato që vareshin nga gjithë anët se s'kishin më damar ato për të marrë gjakun e këto gjëra. Dhe i komplet dhe i bot tjetër dhe shikoja kisha televizorin përballë, i cili fliste për broshkull e zakonshme. Ne do shkojmë atje se bulevardi, ai tjetri do thoshte jo sepse grupi jon do bëj këtë. Po mas një muaj çfarë të ndodhi? Pra ti kupton aty që çfarë janë vlerat e vërteta tjetër. Mas një muaj çfarë ndodhi? Një muaj më mbajti kjo. Po pastaj? Pa një muaj u bëra prapë ky që jam. Ky pra ishte një prej rrëfimeve të tij që tregon se sa shpeshherë ne merremi me gjëra që nuk kanë vlerën reale duke harruar të kujdesemi shpeshherë edhe për veten.